sot janë në qendrën e konsultave në QSOT dhe siç e shihni kushtet janë të papërshtatshme. Si mundet një qytetar i sëmur të presi me orë të tëra në këto kushte? Në stola, pa ujë dhe imagjinoni që është verë, temperaturat po rriten. Po në të ftohtë, si do të presin këta pacient të moshuar, qytetar me ankthin e smundjes për t'u diagnostikuar? Nga ana tjetër ne kemi parë porte, kemi parë aeroporte të cilat ofrojnë kushte pritje moderne, por realiteti këtu është totalisht ndryshe. Dhe mjekët gjithashtu, të cilët punojnë me orë të zgjatura në presionin e punës dhe në kushte që nuk i ndihmojnë. Sot janë këta qytetarë, por nesër mund trokas secili nga ne. Kjo situatë kërkon një përgjigje të menjëhershme dhe një zgjidhje konkrete për kushtet me cilat përballen pacientët dhe të smurët çdo ditë në qendrën e konsultave këtu në QSOT. Çdo ditë që vonon, çdo orë që vonon, me qindra pacient të cilët kanë sëmundjen e tyre, patjetër që i rëndohet dhe vuajtja e këtyre kushteve të papërshtatshme.